Të nderuar miq, përshëndetje, mirë se ritakohemi sërish në kjo shkolla. Erdhi momenti jemi sërish së bashku, do të flasim sot për fen si nocion, si koncept, si nevojë historike e historisë njerëzore, po gjithashtu dhe si nevojë aktuale. Pse ka qenë feja gjithmonë shumë e rëndësishme në shoqëritë të ndryshme, veçanërisht në tradicionalizëm, dhe pse vazhdon të jetë një, si duket, një joshje, një trend i vazhdueshëm, veçanërisht për rinin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare. Do flasim për këtë temë me profesor, me një studiues i cili her pas here ka trajtuar rëndësinë, nevojën dhe rolin e fesë. Jemi me profesor Fitim Zekni. Profesor, mirë se vini. Faleminderit, kënaqësi të jem në programin tuaj. Profesor, le të flasim pak për rolin historik të fesë. Gjithmonë po themi objekti më i rëndësishëm ose më i madh ose spaku më i lartë në çdo qytet ka qenë tempulli, kisha apo xhamia. Aty përfshihet po themi edhe jeta arsimore dhe jeta kulturore, dhe kjo ka qenë për shekuj, nuk ka qenë vetëm një moment në historinë e njerëzimit. Çfarë peshë dhe çfarë rëndësie ka patur feja në historinë njerëzore? Gjithë historia e njerëzimit është përkufizuar nga feja. Sepse njeriu është i qenie kulturore dhe nuk ka kulturë pa fe, nuk ka kulturë për te fesë në një farë mënyrë. Feja si përkufizim ka të bëjë me besimin tek diçka që ka të bëjë me të përjetshmen. Besimin tek diçka që ka të bëjë me absolutën. Besimin tek diçka që ka të bëjë me të përhershmen pa fillim, pa mbarim, pra fjala universale është e vogël për ta përshkruar, pra me diçka kjo është e përjetshme, transcendentalja, absolutja. Pra gjithmonë kjo është një nevojë e brendshme e njerëzve, është vërtetuar gjatë gjithë historisë së njerëzimit, duke qenë kështu, njerëzit kanë prodhuar narracione, kanë prodhuar fabula, kanë kërkuar narracione, kanë kërkuar fabula që t'i besojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre në përputhje me pashtu me këto vlera që vinë nga këto narracione apo nga këto fabula. Pra kjo është vënë nevojë e gjithandeshme, edhe në shoqëritë më që ne i quajmë thonjza primitive, pra në vendet e xhunglës apo të Amazonës, kudo, ata kanë kuptimin e vet mbi të përtemen, mbi të përjetshmen, mbi absoluten, sepse njerëzit kanë kuptuar gjithmonë që nuk janë thjesht vetëm qenie që kanë mish të gjak, por janë qenie që kanë një dimension tjetër, që është dimension metafizik, jo material, shpirti. Pra, duke qenë se është e tillë, atëherë kjo gjë jo materiale, që duke qenë jo materiali bie te i përjetshëm apo ja. Pra atëherë nevoja për të pasur kontakt me të përjetshëm, kjo përmas, ky dimension i qenies njerëzore ka qenë i vazhdueshëm dhe duke qenë kështu, gjithmonë ka patur fe në jetën e njerëzve. Gjithmonë. Ju thatë ka qenë tempujt më të larta të kisha apo xhamit. Edhe në kohën kur u duk sikur feja ose në modernitet kur feja zbehet, roli i fesë është më i dobët, urbanizimi, teknologjia, komunikimi masiv, i japin përparësi mënyra të tjera të kuptimit të botës. U mundua që me modernitet feja jo të zhdukej, por se të zhvendosej në periferi, deri diku të konsiderohej e parëndësishme, madje edhe sipas interpretimit të shumë sociologë, teorive sociologjike, mendohet se do vi deri në momentin që ajo pastaj do ngelet thjesht në muze si një histori nga e kaluara. Ose së paku ndërtoj një marrëdhënie me fen, po themi shumë periferike. Ndërkohë në historinë e kuptojmë se feja ka tendencë për të përfshirë në jetën e njeriu, por gjithashtu dhe njeriu ka tendencën për të përvetësuar një koncept, një fe dhe një besim. Feja sa për të marrëdhënien e patjetër, shiko, thash që feja është mënyrë të kuptohet botës, dhe po kuptohet botën në këtë mënyrë do jetosh në atë mënyrë, nuk ka diskutim. Tani ju thoni erdhi momenti i historisë e njerëzimit, pra pak a shumë çështja e ardhes së periudhës së modernitetit, kur feja nisi dhe zbehet. Po, është e vërtetë. Të paktën në shoqëritë perëndimore, por ndoshta edhe në gjithë botën, vim në një periudhë që është pak shumë periudha e themi sekularizimit, ose edhe e sekularizimit si proces, po edhe sekularizmit si ideologji. Çfarë vjetre, dakor, u krijuan këto ideologji të mëdha që shpjegojnë botën. Pra, e shpjegonte Islami, e shpjegonte Krishterimi, tani e shpjegon iluminizmi, por tani e shpjegon progresivizmin botën. Pra, dalë metodë shkencore. Metodë shkencore ka qenë edhe herë tjera në botë, nuk është se po kthimi metodës shkencore në metodën kryesore të njohjes. Që nis, po themi shekullin 17-18 që ka atë pikën e vet të rëndësishme, filloi të bëjë shoqëritë mendojnë që kjo na tregon të vërtetën. Pra shkencizmi tashmë, ja shkenca, po në farë mënyrë se ky interpretimi i botës për shkencën. Pra mitizimi, absolutizimi i metodës shkencore si mënyrë njohjeje, padyshim që
do ta bënte këtë të kthej në një lloj ideologjie të re shkencizmi. Pra vetëm kjo na vlen, nuk na vlen në mënyrë të tjera të njohjes. Shikoj, me përkufizim, shkenca është, po themi, ajo fushë njohje që me anë të provave, të dhënave, matjeve, verifikimeve, hulumtimeve, testimeve, eksperimenteve, ne mund të kuptojmë qëllimet e gjërave, fenomenet, dukuritë, pse janë kështu, si janë ashtu, ligësitë, arsyet, pra të shpjegojmë këto gjëra. Po vihet re nga përkufizimi që kjo ka të bëjë me botën materiale. Patjetër, shkenca është mrekulli, por testime, matje, verifikime, hulumtime, eksperimente, apo jo, mbledhje dhënash, ne mund të bëjmë vetëm për botën materiale. Nuk mund të bëjmë dot mbledhje dhënash për engjëjt, për shpirtin. Nuk mund të peshojmë forcën gravitacionale apo forcën e fërkimit apo forcën e bashkëpunimit bërthamor apo të masim energjinë kinetike apo potenciale të këtyre elemente imaterial. Po dhe nuk mund të shpjegojmë të bukurën, të ndershme, të drejtën. Po të gjitha gjërat që nuk kanë të bëjnë me materjen. Mirë po, duke qenë se në fazën e parë metodës shkencore pati bum shumë të madh, siç mund ta ketë ende, edhe njerëzimi u mrekullu nga ajo që ndodhi. Ishte epokë tjetër. Tha që kjo qeka, kjo tjetër na paska majt larg kësaj. Edhe gradualisht kjo u ideologjizua, u politizua dhe u përdor si ideologji dhe një civilizim. Sepse kjo u duk sikur kjo do mande në këmbë u gjet shpjegimi për progresivizmin. Pra, po progresi është i mundur me anë metodës shkencore. Progresi është i mundur me anë të revolucionit që do bëj shkenca, me anë të revolucionit shkencor. Kështu që çdo pikë avancuar në kohë tani, vërtet mund të jetë pikë më avancuar cilësisht, edhe ne mund të ecim përpara shumë e përjetojmë edhe më të lumtur. Po sepse ideologjia e progresit pak a shumë të gjithë thotë. Ti ecën përpara në kohë, edhe ecën përpara edhe në kuptimin e dijes shkencore. Atë duke ndëruar që do bëjmë edhe të pavdekshëm përmes këtij rrugtimi të zburimit shkencor. Derisa progresi është i vazhdueshëm gjithmonë, ai do rri një pikë njeriu do bëhet absolutisht i mirë, absolutisht i drejtë, absolutisht ku diun po dush edhe i bukur, edhe po dush i pavdekshëm. Pra progresi do ta çojë në pikë. Pra sigurisht që edhe progresi është një lloj feje në vete. Kjo është fe plot në familje. Pra e tham pra që kjo ishte narrativa e re që u gjet për të mbajtur në këmbë atë që po ndodhte, pra për të amitizuar, për ta kthyer në fenë re në farë mënyrë. Çfarë pasojash pati kjo për njerëzimin? Pra ishte një civilizim që u ngrit mbi këtë. Pasojat janë shumë të mëdha sepse kësaj i mungon në farë mënyrë shtrati moral. Kjo është neutrale ndaj moralit. Kjo nuk ma qëndrim ndaj të mirës dhe ndaj të keqes. Nuk është e keqe, por nuk është domosdoshmërisht e mirë. Pra, shkenca, progresi, edhe proceset që derivojnë kjo, sepse shkencat e progresit do ndryshojnë, pra po u kupto bota vetëm sipas shkencës së progresit, do ndryshoj shumë gjëra të tjera, do ndryshoj kuptimi jon mbi njeriu, kuptimi jon mbi familjen, kuptimi jon mbi ndryshuan familja, ndryshoi morali, kuptimi jon mbi martesën, kuptimi jon mbi vdekjen, mbi seksin, do ndryshojnë gjitha kuptimet tona. Pra, po këto kuptimet tona që do ndryshojnë mbi jetën, mbi njeriu, mbi martesën, mbi seksin, këto kanë nevojë që të përkufizohen nga pikpamja morale, si do rregullohen. Sepse shiko, detyra e njeriu në tokë, thot Frederick Will, është pra njeriu në tokë ka 4 detyra në fakt. Një detyrë është teologjike, të njoh Zotin. Një detyrë është epistemologjike, të di si do njohim, me ç'më metodë do njohim. Një detyrë është sociologjike, të di ç'e familje do kemi, ç'e shoqëri do kemi, si do organizohemi ne, si qenie. Do martohemi ne apo s'do martohemi? Do lini fëmijë me gratë tona apo do shumohet shoqëria në mënyrë ku të rru. Pra çfarë institucione sociale do kemi? Pra kemi një detyrë sociologjike. Edhe kemi edhe detyrë patjetër që është politike, që të gjejmë çfarë sistem politik do kemi. Do kemi qeveri apo s'do kemi? Nëse do kemi, si do ta kemi? Do kemi ndarje pushtetesh? Do kemi, ku diun, gjykata, prokurori, çfarë roli do ketë kjo? Pra këto janë detyrat. Dhe një prej detyrave është kjo, sociologjike. Pra çfarë shoqërie do kemi, çfarë familje do kemi, çfarë institucione shoqërore do kemi. Si do jetë kujdesi për të moshuarit, si do jetë kujdesi për fëmijët, apo jo, si do bëhet kontrolli seksual, si do bëhet kontrolli i, ku diun, po themi ky shoqërizimi i fëmijëve me radhë. Pra edhe shkenca është neutrale ndaj moralit.
shkenca mund të ketë përgjigje se si duhet të jetë familja, por është përgjigje neutrale ndaj moralit. Sigurisht që ka teoricien, ka filozofë si Daniel Dennett etj që thonë që morali vetëm gjendet në shkencë. Shkenca na tregon ç'është morali. Por fakt shkenca nuk mund ta tregojë dot në ç'është morali. S'ka si sepse kur thotë morali gjendet në shkencë, ai thotë që do ta shndërrojmë të gjithçka në kuantitative, në matje. Se shkenca matje bën gjë tjetër. Pra do bëjmë eksperimente, çfarë bën njeriu të ndihet mirë, do e konsiderojmë të mirë. Për një farë mënyrë, pra domethënë, shkurt, çfarë nuk bën dëm. Pra, matja bëhet me këtë punë tash. Bën dëm, konsiderohet e keqe. Bën dobi është e mirë. Por prapë këto janë kuantitative. Këto nuk masin aspekte të tjera. Pra, shkurt muhabeti, ky lloj revolucioni shkencor, kjo lloj qasje, kjo lloj mitifikimi i metodës shkencore, e gjitha sigurisht pati pasojë mbi familjen, mbi shoqërinë, mbi kuptimin tonë për politikën e të gjitha me radhë, sepse duke u lënë në dorë shkencës, duke u lënë në dorë progresit, atëherë progresi dhe shkenca do bëj kalkulime, do bëj llogarira, si në kompjuter, po ti thuaj kompjuteri më gjes si do jetë familja. I thuaj kompjuteri më gjes si do të jetë qeveria, si do të jetë, ku diun, ndarja pushtetre, si do të jetë kushtetuta, çfarë roli duhet të ketë presidenti, çfarë roli duhet të ketë, ku diun, gjykata kushtetuese, dhoma e ulët, dhoma e lartë, pra të gjitha ato janë kalkulime. Po është e pamundur që të gjendet këto gjëra me kalkulime. Pse janë pamundur? Sepse njeriu nuk është vetëm këto edhe mund të mateshin me kalkulime, nëse ne do ishim thjesht vetëm çështje qenie materiale. Kjo nuk ka diskutim. Nëse ne do ishim vetëm protone dhe elektrone, vetëm molekula, atëherë do ishte e matshme kjo. Pra nuk pra do mjaftonte dija shkencore. Po njeriu nuk është vetëm molekula. Kjo është e qartë, nuk besoj se ka ndaj diskutim kjo punë. Pra njeriu është shumë se sa molekula. Edhe sikur ti marrim të mirëqena që njeriu është vetëm molekula, bashkëprimet kimike molekulare prodhojnë reaksione aq të çuditshme, saqë është shumë e vështirë edhe në mënyrë shkencore ti të parashikosh po diun gjithçka në lidhje me ecurinë e reaksioneve ndryshme, sepse tek njeriu vjen që reaksionet kimike, për ata që mendojnë që njeriu është vetëm molekul, prodhojnë emocione. Pra prodhojnë lot, prodhojnë britma, prodhojnë qarje, prodhojnë ku diun gëzime, idërime, shumë gjëra, ngashërime, me radhë. Pra, duhet të them këtë gjë që pasojat ishin të tilla. Koncepti për familjen ndryshoi plotësisht, koncepti për shtetin ndryshoi plotësisht, për shoqërinë ndryshoi plotësisht, dhe njeriu filloi të zhvishet gjithmonë më shumë nga disa virtyte dhe vlera që i kishte trashëguar, po themi historikisht, edhe që ishin të informuara, pra të derivuara nga ajo që na thoshte feja. Po marr vetëm një rast fare të vogël. Në sociologji, teoricianët e sociologjisë, sociologët e njohur, po thonë pak a shumë që ka dy, ose familja tradicionale dhe familja e sotme kanë dy dallime bazë tek funksionet që kryejnë. S'po hyj gjëra të tjera, po të marrim funksionet. Familja tradicionale kryente pak a shumë rreth 6 funksione. Një funksione ishte që ajo ishte një njësi ekonomike. Pra njerëzit, babai, nëna, fëmijët, ku diun. E para ishte një familje e madhe, ëh. Mund të kishte 10 vet, 20 vet, 40 vet, sepse ka patur 3-4 vëllezër të martuar me fëmijë që jetonin në një 2-3 kurorë brenda një shtëpie. Një dhe mund të kishin edhe prindit gjallë, nuk ka dhe fëmijët, pra familje e madhe. Kjo është bën edhe si njësi ekonomike. Pra, të gjithë bashkë ishin ekonomia e familjes. Punonin në ar, merreshin me bagtin, mund të kishin një mini komunitet që kishin, po. Pra, kjo është funksioni i familjes. Funksion tjetër është kontrolli seksual. Marrëdhënia seksuale kryhet vetëm midis burrit dhe gruas në martesë. Kështu ishte. Tjetër, ishte çështja e riprodhimit. Riprodhimi kryhej vetëm në martesë midis burrit dhe gruas në këtë lloj familje. 3. Kjo familje siguron të kujdesin për të moshuarit dhe kujdesin për të sëmurët. Vinte mosha plagë tjetër, bëj 60, 70, 80, ka nevojë për kujdes, ishte familja që kujdesej. Sëmuri dikush se një smur mund smuresh edhe 20 vjeç, edhe 10 vjeç, edhe 5, nuk ka mosh, por kryesisht moshta e moshuar janë më të predispozuara, kujdesi për sëmurin bëhen në familje. Kishte njerëz aty vazhdimisht shërbenin. Tjetra familja bën socializimin e fëmijëve. Sepse duke qenë familja e madhe kishin shumë fëmijë apo jo, rrinë me njëri tjetrin, flisin me njëri tjetrin, çdo me njëri tjetrin, rriheshin, gëzoheshin, formoheshin, pra sepse shikoj njeriu e formon personalitetin e vet vetëm nga procesi i socializimit, asgjë tjetër. Lind në kontaktin e parë me nënën, pastaj babai, vëllezër, pra që aty nisin ato procese para socializuese. Pastaj do dalë ke lagja, ke rruga, ku diun, çfarë do bëj pra me fëmijët e tjerë, pastaj është shkolla, po gjithë ky proces jep e merr, vazhdueshëm me gjithë njerëzit e tjerë, është ai që formon procesin njerëzor. Pra socializimi kryen familje.
në atë periudhë. Familja tradicionale, familja e madhe. Tjetra ishte edhe zbavitja, kryin familje pak a shumë. Pra, fëmijët me njëri tjetrin, por edhe të rritur, nëse s'kishte punë, ndark mund të bënin një muhabet, bënin një gjë, mund të këndonin, ku diun, mund të bashkoheshin 2-3 vëllezër, 2-3 çuna xhajse, fëmijët të mëdhenj mblidheshin. Kurse familja moderne nuk i kryen më këto funksione. E para një si prodhimi s'është, ajo se s'ka si tjetë se unë punoj pedagog, ime shoqja punon në televizion, ju punoni gazetar, bashkëtorja juaj mund punoj mjeke, pra nuk është një si prodhimi, sikush ka punën e vet dhe nga kjo pikpamje ti edhe mund të jetosh në vetë, edhe gruaja edhe mund të jetojnë vetëm. Edhe unë mund të jetoj vetë, gruaja mund të jetojnë vetë, sepse sikush ka punën e vet, apo jo. Pra nuk është një si prodhimi e përbashkët. 2. Në familjen moderne, kontrolli seksual. Ne e dim, ka probleme serioze, nuk kryhet më marrëdhënie seksuale vetëm midis burrit dhe gruas në familje. Shok kryesor i divorceve është tradhtia, edhe pse shkruhet kryesisht mosprovodhje e karakterit. Madje ka dhe probleme të tjera shumë serioze që moshat vogla të pamartuara, gjimnazet, universitetet, ku diun, pra, më thën fushata e këtyre që përdorin prezervative, ku diun me radhë. Pra, domethënë, është një gjë e pranuar që ndodh kjo gjithanë edhe duke qenë kaq e pa, po themi, kontrolluar, do ketë pasoja, nuk ka mundësi të mos ketë pasoja. Është e pamundë mos ketë pasoja. Apo ja, sepse do ketë pasoja sociale, do shkaktoj psikologjike në atë parë psikologjike, absolutisht, sepse nëse njeriu fillon të ketë këtë lloj qasje ndaj këtyre gjërave që në gjimnaz, ai do ketë probleme psikologjike sepse do ketë trauma. Do lërë gjurmë, janë pashmangshme. Pra, po i bie shkurt, pra kontrolli seksual nuk kryhet më në familje, sepse nuk bëhet marrëdhënie seksuale vetëm midis burrit dhe gruas, në familje, në martesë. Riprodhimi i fëmijëve. Nuk prap familja nuk e kryen më familja, ose nuk e kryen vetëm familja. Pra ka fëmijë që lindin jashtë familjes. Ka vende në botë, por shumë SBA ka 32 milion fëmijë që janë jashtë lidhjeve martësore. Franca ka 9 milion. Pra nuk e di sa mund të ketë në Shqipëri, sa në Shqipëri janë shfaqur këtë fenomen, nuk janë shfaqur. Gjë e cila edhe kjo ka pasoja pastaj. Po patjetër, sigurisht që ka. Pa ikur nga tema në temë. Sociologët sot po thonë që të paktën për SBA-n, po edhe për qytetrimin ton ku jemi gjithandej. Nuk ndahen më njerëzit në siç ndashin dikur, i pasur i varfër ku diun. Pra ato social cleavage, ato dallimet sociale ose kategoritë sociale janë komplet ndryshe, edhe më shumë thuan fëmijë që rriten me një prindër dhe fëmijë që rriten me 2 prindër. Edhe ata që rriten me 2 prindër kanë më shumë mundësi të bëjnë një kurs, të bëjnë një shkollë më të mirë, të jetojnë më mirë dhe të përgatiten më mirë për nesër në jetë. Dhe nesër ata mund të martohen edhe mund të lindin fëmijë edhe të krijojnë familje të shëndetshme. Këta që rriten me një prind ose pa prind fare ndoshta, po kurse me një prind për shkak të divorcit ose të lindjes jashtë martese, këta kanë vështirësi më të mëdha ekonomike dhe do bëjnë shkollë më të dobët, nuk kanë mundësinë e kursi, ku diun dhe do ta kenë vështirë bëjnë shkollë të mirë që të keni punë të mirë nesër. Pra, këta janë kontingjent që të jetojnë edhe vetë keq nesër, edhe të mos krijojnë dot familje nesër. Pra, dikush në Amerikë thotë, një sociolog i njohur thotë që jemi te krijimi i dy kategorive, ata që do martohen dhe ata që nuk do martohen. Pasi efektet janë dy klasat e sotme në SBA, edhe në qytetrimin ton. Ata që do martohen dhe ata që nuk do martohen. Ai që rritet nga 2 fëmijë, nga 2 prindër, që merr një edukim më të mirë, merr shkollim më të mirë, bën një kurs, një gjë, një shkollë, ku diun, bën një universitet, merr një zanat, ai mund të ketë një ardhmëri ekonomike, por pasojë edhe sociale më të mirë, mund të martohet, krijojë familje. Kurse ai që do rritet me një prind, do rritet me vështirësi, me shkëlqyesi, do të lë shkollën për gjysmë, s'do bëj dot një përgjithsisht, ose nuk është e parëmëthik, dhe do ta ketë shumë vështirësi kur ti ke dalë në jetë 22-23 vjeç. Mezi gjeni punë, zjen dot i punë, je pa shkollë, nuk ke zanat, apo jo, do orvatesh në këto gjëra dhe do ta kesh shumë vështirë të krijosh dhe familje. Pra këto janë pra familja moderne nuk e kryen asnjë funksion. Kujdesi për të moshuarit. Nuk e kryen më familja moderne. E kryen spitali ose e kryen azili, ose se kryen askush, rrin pleq vetëm në shtëpi. Ka shumë të moshuar që janë vetëm në shtëpitë e tyre. Pra disa për funksione kanë ikur. Çfarë bën familja moderne? Familja moderne thjesht bën asnjë ato gjëra. Edhe një teorician e njohur, Francesca Kantian, profesoresh në Kaliforni, thotë që familja moderne mbahet në këmbë vetëm nga një gjë, nga raporti intim burr dhe grua. Po u prish ky, prish familja. Prandaj është numri i madh divorcesh. Se është ide se kur divorcet krijohen nga që jo ka varfëri, jo ka mjerim, jo kjo, jo. Varfëri mjerim mund të ketë para gjithmonë, shoqëri njerëzore. Mund të ketë qenë edhe para 2000 vitesh të varfra familjet. Sot familja është
e lidhur, e varur nga raporti intim burrë dhe grua. Ky përvalon mbi gjithçka. Nuk përvalon asgjë tjetër, nuk përvalon as nevoja që fëmijët keni edukim të mirë, as nevoja që fëmijët rriten me nënën dhe babain, e me radhë. Pra shumë gjëra. Pra shkurt prevalon egoizmi i secilit prej prindërve. Por nëse matja edhe kjo, pra shikoni dallimin, pra kështu që me që kisha aty pyetjen tek pra ardha e periudhës moderne, sigurisht që solli zhvillim teknologjik, lehtësinë në të mira materiale të shumta, shumë gjëra. E interpretimet të nevojshme. Solli këtë pasojë sociale të paktën tek familja. Ka dhe pasojë politike, dramatike. Po tek individi, pra, nëse përdorim, po themi, doktrinën e vetë shkencizmit, që është matja, që është laboratori apo që është anketa. Nëse përdorim këto, njeriu modern është shumë më pak i lumtur se njeriu tradicional. Që do thotë edhe nëse përdorim matjen, njeriu nuk e kemi më në progres, edhe pse ndoshta po themi aspektet materiale kanë progres. Atëherë, përse shoqëria ose a ka pikpyetje ky civilizim se ndoshta kjo nuk është rruga e duhur? Shko, në farë mënyre, shumica e sociologëve, e studiuesve politikës, e politologëve, e filozofëve, antropologëve bien dakord që paktën qytetërimi jon këtej nga jemi ne, po në përgjithësi bolla, është një moment shumë vështirë. Është një teorician i njohur amerikan, Patrick Deneen, thotë që liberalizmi, po them kështu, dështoi sepse u realizua plotësisht në farë mënyre. Edhe ka dështuar. Si është ideologjia e progresi edhe progresi jo vetëm që është ndalur, po ka dështuar. Një nga mendimtarë dhe po themi njëri që merret vetëm me industri, Peter Thiel, para ca kohësh ka bërë një artikull të famshëm, The End of the Future, përfundi i të ardhmes, dhe thotë që progresi ka dështuar, nuk ka progres. Edhe nga pikpamja teknologjike, edhe nga pikpamja teknike, se duket sikur po ndajmë me këto AI dhe me këto kompjutere këto, në fakt nga pikpamja teknologjike, nga pikpamja e shkencës. Progresi ka stagnuar, ka ndalur. Avionët Boeing që fluturojnë, me cilën fluturojnë njerëzit, kanë shpejtësi që kishin vitet 60. Atë shpejtësi kanë. Nuk kanë ndonjë shpejtësi më të madhe. Kërkimet e pafundme për gjetjen e kurës për tumorin kanë vite që dështojnë. Po ishte progresi do ecte vazhdimisht, do kishte ecur. Pra deri diku këto ishin limitet. Jo vetëm kaq, po ka dhe gjë tjetër, që është shumë më domethënëse. Të ardhurat për frym në vlerë reale, në të gjitha vendet e botës perëndimore, nuk janë rritur që në vitet 1180. Përkundër, ka vende që kanë, pra në vlerë nominale mund të rritur, që pas marr $1.000 merr 5. Po vlera saj është por vlera saj nuk ka. Asnjë. Kjo është pra progresi ka ndalur edhe në aspektin material. Në aspektin moral apo në aspektin që prodhoi njëri më të virtuoz, progresi që nuk diskutohet, që nuk e ka prodhuar. E tham edhe herë. Progresi është një ideologji neutrale ndaj moralit. Morali nuk mund të gjendet kurrë në shkencë, morali do gjendet, shiko, shkenca nuk mund ta tregojë dot në cili është morali. Ky është gabimi më i madh. Kjo është gjëja më e rëndë që mund të ndodhi. Shkenca vlera janë gjellore. Nuk mund masi besnikëria, nuk mund masi dot shkenca e moralismi. Vlerat morale janë diçka imateriale, nuk maten dot me pra nuk mundesh ti të masësh moralin e njeriut. Nuk e mat dot. S'ke si ta masësh, nuk mund ta verifikosh dot moralin e njeriut. Ti mund të kesh një ide, një gjykim, por nuk e mat dot, nuk e kuantifikon dot, nuk e teston dot. Është më bet, shikoj, njeriu është qenë shumë, di pse nuk e mat dot, ja të them unë ty. Njeriu, juve personalisht, Ilir Ademi, do doja që kur shkojë në një hotel, në një vend të rrihen dhomë dikë që ti mendon që nuk vret, që është paqësor. Do njëri paqësor. Por ti mund të votosh si president kundër dikujt që thot nuk do lejoj asnjë lloj lufte. Pra mund të votosh kundër njeriu më paqësor në botë. Po është e mundshme, sepse gjykimet morale janë shumë specifike. Nuk është kjo punë madje. Pra ti që do njëri paqësor në dhomë, ti voton kundër presidentit. I njëjti bën diçka që sepse ka kompleksitet shumë të madh morali. Nuk është çështje që kuantifikohet me nuk zgjidhet me një formulë, nuk ka formulë zgjidhje, nuk ka recetë. Nuk diskutohet fare kjo gjë. Pra, kështu që nuk mund të na tregosh shkenca ne. Se po të shkenca marrim rastin e bombës në Hiroshima dhe në Nagasaki. Çfarë do bën shkenca? Si e merr vendimin me shkencë? Pra në moralshme. Vrasim më pak, vrasim më shumë. Pra, vrasim 200.000 që shpëtojnë 500.000. Ose si? Apo shumë e komplikuar, nuk është punë shkencore kjo. Pra, edhe për këtë arsye edhe në konceptin fetar, njeriu më fetar ftohet që vazhdimisht të pendohet, të reflektojë, të përmirësohet, sepse nuk mund të zgjidhet me vlerat morale nuk themelohen në shkencë. Vlerat morale themelohen ose duke marrë një premisë fillestare që është absolute, e përjetshme,
dhe ka dhënë disa mësime për ne, që është Zoti, ose mund të themelohen nga një diskutim filozofik midis njerëzve. Dy janë rrugët. O njëra e besimtarëve që marrin tekstin e shenjtë dhe thonë, i ka thënë Zoti cilat janë parimet themelore të moralit, ose një debat filozofik ose një mendim filozofik i njerëzve, sepse por filozofia nuk është shkencë. Pra, njohja e filozofike nuk është njohja shkencore. Në filozofinë nuk njohim me matje, me verifikime. Pra, shkenca ka të vetën, teologjia ka të vetën, filozofia ka të vetën, por filozofia dhe teologjia ose filozofia dhe feja nuk janë njohje shkencore. Ndërkohë, pra, për ta mbyllur, progresi jo vetëm në aspektin moral dhe të virtytit njerëzor që nuk ka funksionuar, por edhe nga pikpamja materiale, por shumë njerëz kanë dalur. Gjithsesi, e mban në këmbë thjesht kjo ideja e inteligjencës artificiale dhe kompjuterave dhe këtyre botës kibernetike, po për një farë premtimi që do ta kalojmë dhe këtë sfidë përmes inteligjencës artificiale. Ndërkohë, vazhdon në perëndim të ketë hapësirë feja dhe duket sikur janë më të shkompleksuar nëse e krahasojmë me shoqërinë tonë shqiptare. A gjykoni se Shqipëria shqiptar, politika kryesisht, elita politike është e kompleksuar, po themi në mënyrë speciale në raport me fenë dhe besimin, sepse në kampuset ndryshme universitare gjejmë vend për të falur. Në aeroporte gjejmë gjithashtu. Në shumë hapësira tjera feja lirshëm mund të marrë pjesë. Këtu në Shqipëri është e pamundur të mendohet para disa kohësh, disa studentë kishin bërë kërkesë te korpusi universitar për një ambient për të falur, pasi janë me qindra që në orar të caktuar duhet të falen dhe ishte refuzuar. A jemi të kompleksuar nga feja si shoqëri shqiptare? Ja, nuk mendoj që jemi të kompleksuar. Me thënë të drejtën, unë mendoj që shoqëria jonë është me të vërtetë shumë e hapur ndaj kësaj gjëje. Mund të jetë ky detaj i Universitetit Shtetëror të Tiranës, mund të ketë detaj edhe në ambiente të tjera, në agjenci të tjera shtetërore ose në edhe agjenci private, ku diun kompani ndërmarrje, mund të ketë raste kur nuk ka një vend falje, po unë mendoj që Shqipëria është një vend me liri fetare më të madhe se sa shumë vende të tjera në botë. Unë mendoj që ku e vlerëson me çfarë masti këtë konkretisht? Çfarë bën ta mendoj? Unë e vlerësoj sepse shoh sjelljen e të gjithë atyre që janë vendimarrës në vend që nuk pengojnë njerëzit për këtë punë. Pra, ata studentët po themi ka tash. Me që atë çojë punës, ata po të shkojnë të falen xhami, po të vinë aty nuk do të përshtojnë njëri nga shkolla. Nuk ka një vend aty, po nuk mendoj që në tërësinë e vet pedagogët apo rektorët e Universitetit të Tiranës kanë një po themi ndjenjë ke patur raste të vajzave që janë përjashtuar për shkak të xhamisë. Dakor. E kemi shumë nxënës që kanë përshësi për po them ditën e premte të shkojnë në përgjithësi. Pra, ka shumë drejtorë shkollash, ka shumë agjenci që mund të ketë ku diun nëpër Shqipëri, që kanë ende ato formimet e vjetra, mendimet e vjetra që feja është ku diun problem me feja është e keqe ose që feja ka punë vetë nuk ka punë me institucionin. Pa dyshim. Por unë mendoj që Shqipëria ka bërë një progres. Unë kam qenë student në vitet 90. Kur sapo u liru ose sapo u çliru, po themi Shqipëria nga komunizmi ose kur sapo ra komunizmi. Edhe ishte koha sapo nisi të praktikohet feja sërish. Ka qenë shumë problem. Ka qenë shumë problem. Edhe politikanë shqiptarë ka pasur përdorur një gjuhë komplet ateiste. Okej, pra jemi optimistë që kemi progres në këtë. Unë mendoj se po. Mendoj që vendimarrësit kryesorë në vendin tonë, edhe në qoftë se mund të kenë së brendshme, që nuk e gjykojmë dot ne po e marrim, në qoftë se kanë një mendim jo të mirë për fenë, e quajnë fenë probleme ku dy me radh, ata nuk e shprehin publik dhe nuk ndërmarrin publikisht veprime sepse ka dhe kosto politike. Nuk ka rëndësi arsyeja tash. Shiko, patjetër që ka kosto politike dhe një politikan do të veprojë edhe në përputhje me këtë gjë. Po realiteti është ky që shumica e vendimarrësve kryesorë politikë në Shqipëri nuk shfaqin sot ndjenja fetarofobie. Edhe nuk ka veprime konkrete të strukturuara, të sistematizuara, që të thonë që ka një frym fetarofobie në Shqipëri. Thashë mund të ketë kudo, mund të ketë ku diun drejtori i portit atje apo drejtori i shkollës atje apo drejtori i një spitali. Pra gjykoni si zgjedhje po themi individuale personale. Mendoj që shiko, do të kuptojmë diçka që kjo është shoqëri që i ka të gjitha. Apo ja, shoqëria që vjen nga komunizmi. Vjen nga komunizmi. Ka disa trauma. Këtu ka njerëz gjallë që kanë marrë ata varen dorë kanë thyr minarët e xhamive, kanë thyr dyert e kishave, e kupton? Mund të jenë edhe në parlament. Pra, domethënë, do të kuptoj që
kemi këtë lloj kompleksiteti. Duke parë këtë lloj kompleksiteti, mendoj që kemi lëviz shumë nga në vitet 90, 91, 92 këtu ka patur shumë fetarofobi edhe shumë islamofobi. Ka patur politikanë që kanë bërë thirrje që shikoj, duke qenë se s'kemi feja në këtej, tash me që do shkojmë në Europë, të zgjedhim kushtrimin, ta zgjedhim kushtrimin kështu si për mburoj, se as kushtrimi nuk na duhet. Në këto kushte kemi qenë. Deri Ismail Kadare ka thënë gjë, që të zgjedhim kushtrimin, pra ka patur një frymë komplet tjetër dhe ai frymë është zberë, është dobësore, kemi arritur në një pikë ku në verej që mund të konsiderohet një vend me liri fetare të admirueshme. Mendoj që duhet të jemi falendërues edhe për këtë gjë. Jetojmë në një epokë delikate, komplekse, sigurisht. Në gjithë botën ka një lloj rikthimi të feve, debati, diskutimi për fe. Fet janë më të pranishme edhe në botën e jetën e njerëzit, edhe diskursi politik, padyshim, sepse bëri ciklin e vet ajo. Por ne hym tek ato vende që mendoj unë, krahasuar me vende të tjera, me liri të admirueshme fetare. Kështu që ta vlerësojmë, po dhe ta shfrytëzojmë. Ndërkohë profesor, unë të falenderoj shumë, do të qëndroni shumë gjatë, u hapën shumë diskutime, shumë tema të frytshme. Falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit. Ndërmiq, këtu e mbyllim këtë takim të sotëm, folëm për fen si nevojë historike e njeriu, po dhe si nevojë aktuale, pasi janë ato aspekte, ato dimensione të jetës së njeriu, të cilat nuk mund të përmbushen, nuk mund të interpretohen, nuk mund të kuptohen ndryshe vetëm se përmes revelatës, përmes shpalljes, përmes marrëdhënies që njeriu ndërton me të shenjtën, me Zotin dhe me po themi me botën e tij shpirtërore. Unë falenderoj që qëndruat me ne deri nesër, kalofshi sa mirë, do të jemi sërish së bashku.